Assalamu alaikum shikues të nderuar. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qofshin mbi ju. Takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin ton dhe tuajin të jetojmë me Islamin. Shikues të nderuar, pasi jemi në muajin Rexhep, andaj edhe tema e sonshme ka të bëjë mbi muajin Rexhep dhe veçoritë e tij. I ftuari jon për sonte është hoxha i nderuar Nejat Seka. Hoxh, selamu alaikum dhe mirëseardhje. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirësevgjet. Hoxh, së pari, a mund na tregoni se çka është muaji Rexhep? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pikë së pari falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, pastaj salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin edhe trasojnë rrugën e Muhammed Mustafas deri në ditën e gjykimit. Sa i përket muajve në Islam, apo sa i përket vitit në Islam, apo sa i përket disa ditëve apo disa pejgamberëve, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an me një ajet të tij tregon edhe thotë se وَرَبَّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dhe Zoti yt, pra Allahu subhanahu wa taala, veçon në krijim diçka dhe përzgjedh Allahu dhul xhelal çka të don tek krijesat e tij, sepse ai është krijues dhe sunduesi i gjithë këtij alemi. Pas kësaj, sa i përket muajve në Islam, muajt janë 12 gjatë vitit. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Me të vërtet muajt tek Allahu honor janë 12. Për atëherë kur e ka kriju Allahu tokën edhe qiellin. Kjo llogaritet me kalendarin lunar apo të hënës, jo nuk bisedohet me kalendarin gregorian apo miladi, siç i thuhet. Muajt tek Allahu subhanahu wa taala llogariten, siç e ka thënë edhe Allahu dhul xhelal, sipas këtyre muajve hënor, dhe minha arba'atun hurum, Allahu subhanahu wa taala thotë 4 prej tyre janë të shenjtë, çka i ka veçuar Allahu dhul xhelal. Një prej këtyre muajve të shenjtë është edhe muaji Rexhep, për të cilën është qëllim në këtë ajet kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thot minha arba'atun hurum, 4 prej tyre janë të shenjtë, dhalika ad-dinul qayyim, kjo është fe e drejtë pra Islami, fala tadhlimu fihinna anfusakum, dhe gjatë tyre mos i bëni zullum vetes tuaj. Çka do të thotë se kjo? Mos e stërngarkoni veten tuaj me mëkate. Gjithashtu në hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, sepse Kur'anin e qartëson më mirë kush, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, transmetohet se i dërguari sallallahu alaihi wasallam me një hadith të tij ka thënë viti i ka 12 muaj. 4 prej tyre janë të shenjtë, 3 të cilët janë radhazi. Ata të cilët janë radhazi janë Dhulqa'de, Dhulhijja dhe Muharremi. Këta 3 muaj të shenjtë i kemi radhës. Njëri i cili është veç këtyre është muaji Rexhep, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot është muaji i cili gjendet ndërmjet Xhumadës akhirit fundit dhe muajit të Shabanit. Kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me atë se çka thot pra Islami në lidhje me muajt e shenjtë. Hoxha, ka ndonjë adhurim të veçantë i cili ndalohet në muajin Rexhep? Adhurim i veçantë që ka qenë në kohën e ignorancës para Islamit është se kanë thërë kurban për hir të muajit Rexhep. Dhe këtë e ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të veçohet me ndonjë adhurim,
muaj i Rexhepit. Andaj nuk i tolerohet dikujt të therr kurban në qoftë se e bën me këtë qëllim. Në qoftë se i bie spontanisht, çka therr diçka për hir të Allahut, kjo nuk ka lidhje. Mirë, por në qoftë se e bën me qëllim çka ta dallon muajin Rexhep prej muajve tjerë, atëherë kjo nuk është prej Islamit dhe është një bidat apo shpikje e futur në fe. Hoq i nderuar, shpeshtimi i umreve në Rexhep, a ka bazë në Islam? Edhe kjo është një prej risive apo bidateve që është futur në Islam. Ka disa prej sekteve që gjatë muajit të Rexhepit mundon të bëjnë sa më shumë umre. Andaj edhe ulemat kanë folë në këtë aspekt, sepse kur bëhet një vepër në fillim, startin e ka të mirë, me kalimin e kohës, njerëzit mendojnë se është adhurimi i veçantë. Për këtë arsye, nuk transmetohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se e ka dallu muajin Rexhep me ndonjë umre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-janna." Umra deri në umre i shlin mëkatet ndërmjet tyre. Mirë, por nuk e ka dallu se kur kryhet ajo umre, dhe haxhi i pranuar nuk ka problem tjetër tek Allahu përpos se xhenetit, vetëm se gjatë muajit të Ramazanit kush e kryen umrën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë është njëjtë sikur me kryer me mu, pra me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hoq, a ka ndonjë lloj agjerimi specifik për muajin Rexhep? Edhe në lidhje me këtë nuk ka diçka që transmetohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam specifik apo e veçantë gjatë muajit të Rexhepit. Mirë po, është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se njeriu e praktikon edhe gjatë muajve të tjerë, siç është agjerimi i ditës së hanë, agjerimi i ditës së enjte. Kur flasim për këta janë nafile, janë vullnetare, nuk janë të obligueshme, nuk janë farze. Farz që e ka borç njeriu të agjeron, është agjerimin e muajit të Ramazanit 30 ditë. Apo në disa raste mund të jetë 29 ditë. Këtë ke obligim, të patjetërsueshme. Ndërsa se i përket këtyre qerave që tash që flasim, këta krejt janë vullnetare. Në qoftë se dëshiron njeriu vullnetarisht, ka mundësi të agjeroje, atëherë i praktikon. Cilët janë këto? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën nxitje të agjerohet në ditën e hanë dhe në ditën e enjte, sepse gjatë këtyre ditëve ngritën veprat tek Allahu subhanahu wa taala, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë dëshiroj që vepra ime të ngritet tek Allahu duke qenë unë i agjerueshëm. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositë dhe ka thënë kush e agjeron muajin e Ramazanit, pastaj kush e agjeron 3 ditë gjatë çdo muaji, këta e largojnë nxehtësinë në gjoksin e njeriut. Pra, nëse njeriu ka probleme apo ka stres, nëse agjeron këta 3 ditë gjatë jashtë muajit të Ramazanit, këta i jashërojnë brengat e tij. E qëtash bisedohet se kur është më mirë të agjenohen, këti në thujnë ndonjëherë edhe ditët e bardha. Kur është më mirë të agjerohet, në disa transmetime ceket se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ato janë ditë 13, 14 edhe 15 e çdo muaj hijri. Kur themi hijri kemi për qëllim në kalendarin islam apo kalendarin hënor, lunar. Duhet ta shikosh domethënë në takvimat, për kalendarat, se kur i vjen dita e 13, e 14 edhe 15, dhe është mirë këta 3 ditë të agjerohen. Mirë po, në disa transmetime tjera, ceket që këta mund t'i bësh në fillim të muajit, apo mund t'i bësh edhe në fund të muajit. Diçka që është e ndalume në këtë aspekt, është se disa për njerëzve duke dashur të bëjnë mirë, kanë shku ndonjëherë deri në ekstrem. Njerëz të devotshëm, çka kanë bë? E kanë agjeruar muajin e Rexhepit komplet, muajin e Shabanit komplet dhe muajin e Ramazanit komplet. Kjo nuk është tradit apo nuk është praktik e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Maksimumi
çka e ka toleruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë agjerimit, çka njeriu mos shkon në ekstrem, apo të mos i obligon vetes diçka çka nuk ka mundësi ta kryejë. Maksimumi është një ditë po, një ditë jo. Kjo është edhe agjerimi i Davudit alayhi salam, njëri prej pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Andaj nisur nga ky aspekt, njeriu mund të agjeron gjatë këtyre muajve apo gjatë muajit Rexhep, apo tek ne njihet si hyrja e 3 muajve, nuk ka dëni specifik në këtë rënditje sipas Islamit, domethënë pjesë e Rexhepi, Shabani dhe Ramazani, dallim të këtyre muajve ka shi muajve qerë. Mirë po, shumica prej selefit, prej të parëve tanë, ka thënë se njeriu duhet të fillojë të përgatitet për muajin e Ramazanit, qish në muajin Rexhep, pastaj në Shaban, që kur vjen muaji i Ramazanit, ti jeti përgatitet si me agjerim, si me namaz natë e kështu me radhë, çka kur të vjen Ramazani apo namazi taravih të mos i vjen rand. Kjo ishte për sa i përket agjerimit gjatë muajit të Rexhepit. Kurse hoq nëse një njeri për shembull agjeron ditët e premte nafile, a do të thotë se kjo e ka të ndaluar nga se është ditë festa ajo ditë apo nuk prish punë? Edhe për këtë ka ndalesë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam thotë mos e veçoni ditën e xumë me agjerim. Pse? Sepse ne e dimë se në Islam ka 3 festa. Dy prej tyre që i njohin shumica e njerëzve është Fitr Bajrami, që ka bëhet mas muajit të Ramazanit, që ka festohet, edhe dita është Kurban Bajrami. Dy festa i ka bëhen legjitime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe dita e xumë është fest javore për ne musliman, nëse i shef të jehudit e vëren se e kanë ditën e shtunë, edhe është ditë pushimi në shtetërore në shumicët e vendeve. Gjithashtu edhe della është fest e krishterëve, kurse sa i përket të xumës për fat të keq, kjo nuk është legjislative në përbot për musliman, përpos në disa shtete islame. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar të veçohet madhurim dita e xumë. Përpos një njeriu i cili ka kazaja, kur themi kazaja, obligimet të cilet nuk ka pas mundësi të agjeron gjatë muajit të Ramazanit, ose ka qenë i smund, ose ka qenë në udhtim, apo ka disa shkaqe për shembull, ku agjerimi është të agjerohet diçka e mirë, dita e Arafatit për shembull, për atë i cili nuk është haxhi, në qoftë se i bie ditën e shtunë, në këtë rast i tolerohet të agjeron, apo raste tjera ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka veçuar me agjerim, në qoftë se bie në ditën e xumë nuk ka problem. Qëllimi është të mos bëhet dita e xumës specifike, sepse është ditë feste me agjerim apo me dëni adhurim tjetër, sepse urtësia është se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hoq namazi i regaibit që bëhet natën e parë të muajit Rexhep, a ka bazë në Islam? Falja e namazit të natës, në natën e parë të muajit të regaibit nuk ka bazë në Islam, edhe për këtë kanë folë shumë dietarë. Para se të him të kjo, çdo herë pas shekujve të parë në Islam, sahabëve, tabiinëve dhe atyre që ka vinë mas, të cilët i ka lavdruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në Islam janë futur shumë risi, bidate, diçka që nuk është prej fesë. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot unë përsosa për ju fen time ndaj jush, begatin time ndaj jush, dhe zgjodha për ju Islamin si fe. Islami është kompletu. Marrëdhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, nga kjo nënkuptojmë se nuk tolerohet në Islam të hinjet diçka e re. Mirëpo kur trashëgohet diçka tek musliman, gjenerat pas gjenerate, edhe pse nuk ka bazë në Islam, sigurisht është diçka e madhe. Andaj
Edhe pse njerëzit e festojnë një kohë gjatë, kjo nuk do të thonë çka është legjitime apo është për Islamit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Hadithin transmeton Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, kush qet një bidat, një shpikje në Islam, ai kthehet atij. Gjithashtu thot: "Men amila amilan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Dhe ai çka e bën një vepër, e punon diçka e cila nuk ka bazë në Islam, ajo i kthehet atij. Nuk i kthehet Islamit. Ai çka i ka shpikë merr atë. Andaj të shpikish diçka në emër të Islamit është diçka shumë e rrezikshme në Islam. Ka ndodhur kjo shumë raste, për shembull, e vërejmë tek ne, natë e madhe filani, natë e madhe filani, natë e madhe filani. Kjo traditë është pikësparje e krishterëve. Domethënë 365 ditë ka ndoshta 370 festa. Islami me këtë nuk do të thosë që është kundër festimit të diçkaje. I ket i bajramet, e ket ditën e xhumë, bëni fest për ty. Këtu dalin pastaj shumë festa të cilët i shohim çka kanë të bëjnë me krishterizmin, me fe të tjera dhe nuk kanë të bëjnë as me fen tonë, po as me atë në aspektin sikom që jemi shqiptar. Për shembull, çka shohim edhe më një herë marrim. Shpesh është festimi i Shën Valentinit. Ka të bën me një prift e krishter. Shën, kur thuhet, nuk kuptohet çka është prift. Shën Gjergji, që është festuar tek ne më të madhe. Dhe shumë festa që s'kan të bëjnë me Islamin, për të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Kush i përngjason një popull është njëjtë si ata. Edhe kur e feston ti diçka të tjera, automatikisht nuk kuptohet se ti sigur i don ata dhe shpreh dashuri ndaj tyre. Për këtë arsye, Islami është sistem komplet, që i ka edhe festat e veta, që i ka edhe sistemin e vet, nuk ka nevojë të futet diçka tjetër në fen tonë. Për këtë çdo besimtar duhet të ketë kujdes pra, se edhe në Islam ka shumë risi dhe ka shumë bidate që kanë futur, kanë metë si tradit, si zakone në popullin tonë edhe shumë rand të shkëputën. Andaj kur i marrim edhe i lexojmë këto çështje, i shohim, i studiojmë mirë, vërejmë se nuk kanë bazë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka festuar natën e Regaipit. Sahabët, shokët e tij se kanë bërë. Ata kanë qenë ma të parët që ka dëni vepër, në qëse e ka vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë vepru më njerë. Pastaj nëse kthehemi te tabiinët, edhe ata nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Nëse kthehemi te etbaut tabiinët, filluar prej Ebu Hanifës, Imam Malikut, Imam Shafiut, po plus ceki këtu edhe din zënësit te Imam Ebu Hanifës, si Ebu Jusufi dhe Shejbani, edhe ata nuk e kanë bërë një vepër të tillë. Kjo ka dalë pas shekujve të ardhur, pra në shekullin e 4 të Islamit, ky festim të kësaj natës, apo duke e veçuar me ibadete të ndryshme, saqë edhe dietarët e Islamit kanë shkruajt libra në lidhje me këtë, Tabyinul Ajab fima warada an Fadli Rajab, për shembull, siç është një libër i Ibn Hajarit rahimahullah, gjëra të çuditshme për ata të cilët kanë shpikur diçka në fe në lidhje me vlerat e muajit Rajab. Për këtë arsye nuk ka bazë në Islam ky lloj ibadeti apo adhurimi çka bëhet në fillim të neteve të muajit Rajab. Hoq, Israja dhe Miraxhi, çka janë dhe kur kanë ndodhur? A do të thotë se kanë ndodhur në ditën e 27 të muajit Rajab? Israja apo Miraxhi, pikë së pari nuk dihet koha e saktë se kur kanë ndodhur këta. Në disa raste ka disa historiate në Islam që ka njihen saktësisht se kur kanë ndodhur. Edhe tek ata ka polemika të mëdha. E njëjta vlen edhe me Miraxhin. Nëse e vërejmë tek thënjet e dietarëve, e vërejmë se ka kontradikta të shumta në atë aspekt se disa historianë mendojnë se ka ndodhur në filan natën, disa mendojnë se në filan natën, në kështu me radhë. Disa mendojnë se në Rajab, disa mendojnë se jashtë Rajabit. Prandaj edhe caktimi i kremtimit të natës së Miraxhit, apo Isras dhe Miraxhit, nuk
ka bazë në islam, nuk dihet se kur është. Është mirë çka muslimanëve të bëhet të qartë se çka është Israja dhe Miraxhi. Sa i përket aspektit tjetër se a ka ndodhur Israja dhe Miraxhi, para kësaj, çka do të thosë Israja dhe çka do të thosë Miraxhi? Israja është udhëtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej në Mekke në Palestinë apo në Quds i Sherif, në Jerusalem. Ky udhëtim që ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me burakun është një prej mucizeve mrekullive të tij sallallahu alaihi wasallam, që ka ndodhur prej në Mekkes në Jerusalem apo në Quds. Pastaj ajo tjetra është Miraxhi. Çka do të thonë Miraxhi? Miraxhi e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pasi që ndodhi Israja prej në Mekke në Quds, atëherë thot mu hapën shkallët. Edhe u ngjit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ata shkallë. Për këtë arsye Miraxhi vjen gratë apo shkallë që kanë ngjitet njeriu lart. Kjo është kuptimi i Isras dhe Miraxhit në Islam. Edhe kjo është një prej mrekullive që i ka ndodhur të dërguarit tan sallallahu alaihi wasallam, një shumicë e mekelive apo mushrikëve të Mekkes nuk e kanë besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ju ka treguar dhe ju ka thënë se në një pjesë të natës ka shku prej në Mekke në Quds. Këtë autenticitet tregon edhe Allahu subhanahu wa taala, dhe në Kur'an e kemi një sure me emrin Surja Isra, ku Allahu subhanahu wa taala thot: Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. I lartë madhruar, i patameta është Allahu subhanahu wa taala, i cili robin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në një pjesë të natës i mundsoi të udhton prej Mesjidul Haram, Mekke, Mesjidul Aqsa, cila është në Jerusalem. Kjo tregon për vërtetësinë se i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Israja dhe Miraxhi. Dhe kjo ka ndodhur jo vetëm me shpirt, mirë po ka ndodhur edhe me trup. Sepse në qoftë se themi që ka ndodhur në ëndër, atëherë kjo mund të ndodhë çdo kujt. Jeton këtu të ka shpjeguar pejgamberi alayhis salam se si është bërë udhëtimi për shkak. Edhe aty do të vim, domethënë ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po këtu disa kanë thënë se kjo ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm se në ëndër nuk i ka ndodhur në zhgëndër. Kjo është gabim. Pse? Sepse nuk do të kishte nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bën polemika me njerëzit sikur ti kishte ndodhur në ëndër. Sepse njeriu ndodh shpesh çka jeton këtu në Maqedoni, në ëndër mund të shkon në Mekke, në ëndër mund të shkon në Amerikë, në ëndër mund të jesë edhe në Australi. Kjo nuk është diçka absurde. Mirpo kur është realitet, shkosh me shpirt edhe me trup, atëherë kjo është diçka interesante. Atëherë nuk do të ndodhte edhe zhgënjimi i kureshitëve, mushrikëve, të cilët më njëherë sa dëgjuan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se ka shku prej në Mekke në Quds, thonë këti i ka ndalë mend apo kjo është i çmendur se çka flet. Mirë po kur don Allahu subhanahu wa taala diçka, vetëm i thot kun feyekun, bëhu dhe bëhet. Sepse Allahu subhanahu wa taala e ka në dorë këtë sistem të cilin jetojmë ne. Edhe fuqia e Allahut Dhul Xhelal është shumë e madhe që ka trunin njeriu nuk mund ta kupton mirë. Për këtë arsye Israja dhe Miraxhi kanë ndodhur pas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar në hadithet e tij se çka ka pa në Mirax, edhe ajo çka na i dha si dhurat i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, cilën e mori nga Allah subhanahu wa taala, është falja e 5 konave të namazit. Në fillim ishte obligim 50, pastaj kur zbriti më poshtë, Musa alayhis salam i tha shko dhe lutë Allahun ta zvoglon numrin e namazeve se janë shumë, 50 namazë në ditë. Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ra numri deri në 40, prap Musa i tha shko dhe lutë prap se shumë janë 40, derisa erdhi në 5. Musa alayhis salam i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shko dhe lutë Allahun për më pak. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë jo, më vjen turp se shumë herë jam duke u kthi, dhe Allah subhanahu wa taala e ka caktuar domethënë çka
Kohët e namazit gjatë çdo dite të jenë 5 kohra, t'i fal njeriu, këto i ka borx farz, patjetër, sabahu, dreka, iqindia, akshami dhe yatsia. Farzet e këtyre namazeve i ke për obligim. Në qoftë se nuk i fal, do të dënohesh nesër në ditën e gjykimit. Andaj, hedije, dhurat për këtë umet janë falja 5 kohëve të namazit. Mirpo, Musa a.s. e ka thënë të vërtetën edhe i ka ditë se do të vinë një kohë që njerëzit edhe këta 5 kohë të namazit nuk do t'i falen. Andaj se përket çështjes Isras dhe Mirajit, është edhe një temë e gjatë që ka meriton të sqarohet dhe të diskutohet, po ashtu edhe për haditheve më të gjata që ka transmetohen të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë hadithet e Isras dhe Mirajit ku detajisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sqaron se çka ka ndodhur me të në Miraj. Allahu e din më së miri. Hoq, në fund, a keni ndonjë mesazh për teleshikuesit e të vartës? Mesazhi është se me hyrjen e këtij muaji, pra Rexhebit, muslimanët si çdo herë të kujdesen për adhurimet e tyre, dhe të cekëm se nuk ka diçka specifike, mirë po qatë namaz natë që e kanë falë, qatë sunetet që e kanë falë, të vazhdojnë t'i falen, leximin e Kuranit të cilën e bëjnë gjatë ditës, të vazhdojnë me leximin e tyre. Gjithashtu, namaz natë nuk ka diçka specifika, për shembull të lexohet të falen dy rekat me 3 herë kul huvallahu ose diçka. Krejt këta që janë trillime dhe nuk kanë bazë në Islam. Namazin e natës çka të dëshiron mund të lexosh, vetëm se në disa raste çka ka ardhur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shembull në namazin e vitrit i ka lexuar se bismi rabbikal ala në rekatin e parë, në të ditën surja kul el kafirun dhe të tretin kul huvallahu ahad. Mirpo edhe kjo nuk është specifik, mundet edhe ti ndrysh, një ditë të lexosh atë, një ditë të lexosh diçka tjetër. Kjo është diçka e xhanë dhe nuk duhet të ngushtohet. Andaj në këtë muaj është mirë që njeriu të fillojë të përgatitet për muajin e Ramazanit, siç e kam, dëni han, dëni tetë të agjeron, nëse kjo i vjen rand, atëherë i bën në ditën 13, 14, 15, nëse kjo i vjen shumë ti bëhet 3 ditë radhazi, atëherë mund të agjerojë një ditë në fillim të muajit, në mes të muajit apo në fund të muajit, kur ti përshtatet, vetëm se ta mëson veten e tij me ibadete dhe me adhurime ndaj Allahut subhanahu wa taala. Hoq, ju faleminderit shumë që ndajtët kohë jeni pjesë e këtij emisioni dhe lut Allahun subhanahu wa taala t'ju shpërblej me xhennetul firdausin. Allah ju shpërbleft të ju. Dhe sa ne shikues të nderuar, këtu do të ndahemi, bashkë takohemi në emision e radhës. Deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.